për ne është një zhvillim jashtëzakonisht i rëndësishëm. Këto takime funksionojnë mbi rregullin Chatham House, mbi rregullin e konfidencialitetit. Ndaj dhe unë nuk mund të, nuk kam nërmend të bëj publike bisedimet që u zhvilluan, por temë qendrore për një opozit janë zgjedhjet. Dhe ne aty u bërë një ekspoze, e keni pa ju librin, 1500 faqe me mira dokumenta, u paraqitën gjërësisht këto, u diskutuar për narkoshtetin, për këto që po ndodhin, azjesimin e sistemit drejtësisë dhe gjitha këto, por unë nuk mund të hy në detaje dhe nuk kam nërmend, për arsye sepse është rregulli Chatham House që duhet zbatohet në këto raste. Natyrisht vinë në një kohë kritike, vinë në një kohë shumë kritike, kur Edi Rama faktikisht ka azjesuar sistemin e drejtësisë në kuptimin e akuzës për zyrtarët e lartë, gjë që është themelore. Kemi mbajtur qëndrimin më korrekt ndaj xhamisë, asnjë protest, asnjë protestues nuk ka kaluar në segmentin nga ura e tabakut tek dera e parlamentit. Kemi përjashtuar tërësisht nga veprimtaria protestuese. Por, këta bandit kanë hedhur sasit pa fund me gazi për të revoltuar besimtarët që falnin namazin. Kanë futur me 10 trupa në taracat e bashkisë. Pra, cili është qëndrimi ynë? Qëndrimi ynë është ky. A e pat ju sa hudhen gaz në territorin e Partisë Demokratike dhe bomba tymuse. Mirë, po ajo është rruga jonë, ajo është rruga e derson. Nga ajo rrugë ne do hymë. Kështu që i garantoj besimtarët se në absolute në teritorin Karshi Xhamis, Partia Demokratike nuk do të zhvilloj asnjë aktivitet proteste. Por natyrisht i garantoj organizatën kriminale se s'do mund të mbrojnë parlamentin duke u betuar se gjoja po mbrojnë xhamin. Njerëz të pa fe, pa din, pa iman, njerëz që vjedhin qytetarët e tyre nuk kanë asgjë të përbashkët, as me besimin, as me xhamin, as me kishën, as me teqen. Ndryshe do jetë. Do ne tani kalojmë në forma të ndryshme protesta, diversifikojmë, kemi kreativitet. Do eksplorojmë 7 format? Urdo? Do eksplorojmë format të tjera të 77 formave? Po, do eksplorojmë format të reja. Një nga format. Bllokimi i rrugëve. Të gjitha format janë në konsiderat dhe kjo është vetëm protest. Ne kemi vetëm protest. Ne domethënë qëndrojmë, ne besojmë tek nuk kemi një, domethënë është rruga e vetme. Do të çdo asgjë përjashtohet. Jemi realist, opsionet janë të gjitha.